Për gjithë shqiptarëve që janë prezent, një organizim i jashtëzakonshëm, faleminderit Alice dhe gjithë atyre që kanë ndihmu, është një mesazh për bashkinë ndërkombëtare që bashkëftarët tanë më kthy sa më shpejt. Cila është thirrja juaj kundrejt gjykatës speciale dhe procesit gjyqësor? Kombi shqiptar u bashkë për kraje liderëve tanë edhe populli ynë e din çka ka ndodhur në Kosovë, presim kthimin e tyre të pavajshëm. A keshit probleme në pikat kufitare gjatë kalimit? Jo, absolut shumë mirë, shumë korrekt. Ja nuk ka protest kundër Maqedonisë, po kjo bashkë me shqiptarët e Maqedonisë për kraje të luftës sonë të drejtë. Si e keni parë qëndrimin e kryeministrit Hrisjan Mickovski, i cili ka ngritur shtatë emergjente në këtë rast për ndaj kësaj proteste? Unë mendoj që jo krejt normale, edhe një ndeshje futbolli kur luhet krijohen mekanizmat e sigurisht, po kjo nuk ka të bëjë me qeverinë e Maqedonisë, kjo ka të bëjë me bashkinë ndërkombëtare. Pra nuk keni vrejtur ndasi politike në këtë rast? Po para në